Vllaznia dhe Dinamo kanë mbytur në një barazim pa gola ndeshjen e parë gjysmëfinalit të Kupës së Shqipërisë. Pavarësisht përpjekjeve të dy skuadrat, nuk arritën të shënonin në portët kundërshtare. Pas ndeshjes trajneri Tomas Berdarić tha se kishte mundësi të fitonin ndeshjen, ndërsa për trajnerin e Dinamos Ilir Daja barazimi nuk është një rezultat i keq në Shkodër. Was able to win. Them që kishim mundësi me fitu ndeshjen. In first half we had a little bit luck. Pjesë parë pat me fat. With a poor loose ball. Me një top të humbur mbrojtje. But we've been stable in generally. Ishim stabil. Through 90 minutes. Second half we created 2-3 good opportunities. Pat me 2-3 mundësi. And unfortunately we didn't succeed today to score. Fatkeqësisht pat me fat për me shumë sot. And everything is open for next match. Çdo gjë është e hapur për ndeshjen e radhës. Both teams want to win the cup. Dy ekipet janë për të fituar kupën. Both teams have strengths, abilities, and you have to be attentive, to work for the momentum in the game, and then let's see who will be pushed through and penetrate. So because he's a target player for us, very important guy, and we miss him. We need him in our game. And if you don't have a proper number 9, our static is a little bit different. So when Bayern München play without Kane, it's also different. So, and I mean, we will fix it, and we are positive. Me çdo lloj rezultati nga Shkodra largohesh gjithmonë i kënaqur, sepse në Shkodër luhet futboll. Prandaj edhe ndeshjet tona me Shkodrën bëhen më të bukura, sepse edhe Shkodra kërkon një futboll të hapur, edhe ne kërkojmë një futboll të hapur dhe në këtë moment prodhohet spektakël. Sigurisht që duke parë që specifika e kupës është me eliminim, ndoshta ka një farë ndrydhje, sepse ke vetëm 2 ndeshje mundësi që të vazhdosh më tej, por që gjithsesi është na vjen mirë që edhe sot, sidomos pjesën e parë prodhuam një futboll goxha të mirë, që mundet edhe të kishim shënuar, por që një barazim në Shkodër nuk është rezultat i keq. Ndeshja e kthimit në mes këtyre dy skuadrave do të luhet pas 3 javësh në Elbasan Arena.